Ne kemi qenë bashkëpunëtor të tyre shumë mirë përderisa kanë ardhur në pushtet. Kemi qenë bashkëpunëtor shumë mirë. Në moment kur ka ardhur në pushtet. Televizjes vetëvendosjen. Po flas si Albin Kurti në kohën kur ka qenë në opozitë kemi qenë bashkëpunëtor të mirë me ta. Bashkëpunëtor të mirë. Jashtëzakonisht. Gjithçka ndryshoi në momentin kur erdhi në pushtet. Sepse neve na kanë vyer njerëz që procesin e punës edhe fuqinë punëtore edhe gjën sociale të punëtore ta ngrisim në nivel shumë të lartë. Dhe këta kanë premtuar botënisht apo kupton. Edhe kemi bashkëpunuar. Në atë moment kur ka ardhur si kryeminist, domthonë gjithçka është mundue që këta kryetar degëve çka kemi serioz disa dhe i ka eliminu me veprimet që i ka bo, disa sindikata në nivel të Kosovës i ka qitë prej sistemi, i kalon në rrugë. Dhe domthonë nuk i kemi dialogun social, edhe aty kur e kemi mirë, niset nga i parimi që kush e ka thonë kryetari i sindikatës, mënyrë automatike duhet me marrë si negative, sepse këta sare flasin kundra qeverisë. Jo pra sepse ne hapta zgjethomi, ky kryeministër, këta ministra, të mirë të këqij janë tonë, sepse edhe ne kemi luftuar që ta kemi një shtet si duhet me njerëz. Përderisa këta janë pushtet, ne i respektojmë absolutisht, por veprimet që po i bojnë, le të më jap mu dikush një element me thonë, pa këta ka bo për punëtorët të sektorit privat Kosovës, pse pe humb? Absolutisht. Neve na kanë dëmtuar edhe në spitale, për shembull kur ka qenë koha e Covidit. Ne jemi duke u shtyr që 4 vjet në gjykata sepse në këtë zyre të nëzom ka punue mjeku, ka punue infermierja, ka punue punëtori sigurimit që i ka dashur me u